Pra, Basir, pavarësisht se kryeministri i vendit Edi Rama deklaronte se Bushka i kishte marrë vesh nga lajmet këtë histori. Në përgjime qartësisht komunikohet se shumë herët, përgjimet janë dhjetor 2023, janar 2024, ishin të qartë që do të ndodhte brenda vitit e arrestimi i Erion Velis e para, e dyta Klodilda Bushka nuk janë këtu vetëm lidhjet që ekzistojnë mes Ajola Xoxhës, kompanive të ndryshme, ndikimit reformës në drejtësi, por Klodilda Bushka hyn në një konflikt edhe me vetë kryetaren e Kuvendit Elisa Speropali për të garantuar atë portën e cila do të mundsonte kapjen e gjykatës kushtetuese me njerëz që i shërbenin tarafit të Erion Velis. Dhe ju mendoni se Klodilda Bushka këtë ka bërë nga radhakja e saj? Klodilda Bushka në të rast është Edi Rama. Porositë e marra për këtyre janë të kryeministrit, pavarësisht se kush është në postin përkatës. Përveç saj, unë nuk e kuptoj, besoj se duhet të jenë në hetim dhe në prag të marrën Spanderu ose mund të jenë marrë, qoftë Bushka, qoftë Llagami, por ushtrim të ndikimit të paligjshëm Sopaku si akuzë. Sepse hetimet për ndikimin në drejtësi, ku këtu kemi thënë shpeshherë, unë kam deklaruar, për nepotizmin lidhje me BKH-n, për gjithë familjarët që janë nga KLG-ja, KLP-ja, Spaku, gjithë institucionet e drejtësisë kanë çuar familjarët e tyre në byrën kombëtare të hetimit në një përqindje të lartë, të konsiderueshme, tregon se besueshmëria e hetimeve dhe cilësia e tyre ndikohet ndjeshëm. Përveç kësaj, ka edhe zyrtarë të tjerë, deputet apo në oborrin e kryeministrit, zyrtarë shumë rëndësishëm, të cilëve u janë sekuestruar pajisjet elektronikë në rast kompjuterat, pikërisht për të hetuar ndikimin e paligjshëm në këto institucione dhe përpjekjet e tyre për të zhbërë këto institucione, për t'i kapur në mënyrën më të duhur të mundshëm. Jo se nuk kanë ndikim kanë pasur me shumicë dhe kanë akoma, nuk diskutohet kjo histori. Por hetimi është i thelluar nga njerëz në emra të cilët mund të kërkojnë dhe imunitete gradualisht. Ose veprime tjera se më duket shpërndarja e parlamentit ka sjell pasojë të zbutura juridike për veprime, por janë edhe njerëz të rëndësishëm të marrë me reformën, që kanë qenë eminencat e kryeministrit, që kanë draftuar të reformë, kanë ndikuar në reformë, se duhet të hetuar në kompleks Mila. Ajo deklarata e zëvendësit kryeministit Ahmet në një nga intervistat e tij se ne ishim aty kur vetingu bëhej me SMS. Pra dërgojë SMS, shkarkohet, sepse aty si ishte Adriana, është dhe Genda Bunga, është dhe Pamela Qirko, Balluku, që kanë qenë drejtuese. Të gjithë që i shërbyn me vetingut. Është edhe Metan. Që kemi? Kemi Bushka që shkruaj Komisionit Ligj, është Metani që është Gjermeni, që ka dhe janë 4-5 në prokurori. Ta kapja e sistemit është brenda nga mazhoranca, janë gjithë është integzim familjar. Po duke lexuar këtë përgjigje, mua më duken, kam lexuar shumë libra mbi mafjen, mbi Sakra Koronamnita, Ndragheta, Sinaloa, merr këtë duash, janë këto akuzës, janë shumë elegante komunikimet e tyre se sa këta. Në fakt, nëse këto përgjime janë të vërteta, edhe këto të sotme, nëse janë të vërteta, sepse unë nuk e di çfarë informacioni ke ti në raport me këto përgjime. Pra, unë nuk kam parë akoma asnjë reagim të zonjës Llagami, në fakt nuk kam parë. Ç'të reagoj, do duke gjetur avokat. Jo, të përgënjeshtrohen të paktën, pra të dimë. Ka pasur kohë mjaftueshme për ta bërë. Besoj të flas avokati i saj. Po kemi përgjimet që janë bërë në Burg, të Velier në takimin familjar me afër me njerëz. Ka ndalë një pjesë, ty flitet për Ramën, për ministrin e drejtësisë. Me thes në komunikimet që bën Velier me të. Pse dolën tani këto përgjime? Pse dolën tani, Basir? Po që këto të fundit janë bërë tani, po të tjerat unë besoj se është, mendoj, dhe këtë nuk e kam thjesht mendjem, që është një pjesë hetimi prej kohësh, ka avancuar, sigurisht, edhe tek ndalet e Veliet, ka diçka shumë interesante aty. Më ngjan pak a shumë një episod me Lefter Kokën, kur kanë qëndruar muaj pa e pyetur, kanë lënë gati një vit pa e pyetur Lefter Kokën qeli, dhe pastaj gjithë dënimet shkojnë ke koka i kokave, që nuk është krejt ashtu. Dhe Velia kur bën atë daljen para 3-4 ditësh, se tani duhet të ka ralluar pak qortimet nga qelia, kur thotë që e kuptoj që nuk pendohesh, ja duhet pendohesh brenda, thotë kërkesë për pendes. Ka në një nga rrëfimet e tij të brendshme. E ka si argument atë edhe do ta përdor tek mbrojtja. Nuk e ka kërkesë siç e mendoj. Është duke i dërguar mesazh Ramës, por ndërkohë është duke ftuar dhe prokurorët që të shkojnë ta pyesin sa do të pendohet. Ata nuk kanë shkuar. Ta arrit të përpiqen që për një marrëveshje të tillë, ndoshta do të presin që ai të bjerë dhe të shik moralisht të jetë më gati për të rrëfyer, se ç'ndodh. Nëse pendohet Veliej, çfarë është? Është dëshmitari i parë serioz ndaj Ramës. Kjo është një arsye ndoshta që ka dhe një ngurim të brendshëm në prokurorinë e posaçme për ta konvertuar Veliejn në dëshirën e tij të shfaqur dhe publikisht si i penduar. Se kjo pendes mund kishte qenë Ahmet ai ky dëshmitar
i përsosur, siç ti po thua, por nuk pati asnjëherë vullnet për ta trajtuar si tillë. Në ky rast, përsosmëria e pendesës, mendoj që Belia do ishte më e përsosur. Do ishte më e përsosur. Ja se do kaloj ke sa mirë. Buron tek Velia sepse fillon me 430 milionërëshin. Ajo është porosie, se te telefoni Veliet kanë dalë ta porositë, se nuk është krejt rastisht kjo histori. Se çfarë porosish jepte Rama, çfarë jepshin të tjerë, ku e çon në Velia, ku do jepte. Magazina është mbushur aty. Tani këtu si thua është bërë shumë interesante fabula në vetë.